Ndodhi në protestën e Partisë Demokratike, shikoj që pasoja është tek pjesa e qafës ende. Po, me të thënë drejtën, unë vi nga aktivizmi dhe kam organizuar shumë protesta në Shqipëri, kam marrë pjesë në protesta, po s'm kishte ndodhur ndonjëherë kjo ngjarje me policinë. Jam mundu t'i respektoj forcat e rendit, sepse e njoh shumë mirë ligjin për tubimet, nenin 55. Kam qenë duke bërë një deklarat bashkë me nënkryetarin e Partisë Demokratike, Luciano Boçi, në ato momente, nuk kemi qenë më shumë se 30 persona, ka qenë krejt mediat edhe media juaj aty. Po, kemi qenë transmetim të drejt për drejt. Gazetarin ka shkruajt më vonë, dhe gazetarja juaj, keni pas disa gazetarë në terren. Dhe në ato momente jam mundu për me tërheq deputetën e Partisë Demokratike Balliun, për me tërheq sepse po e mbanin policia dhe me sa pashëm po e godisnin, dhe kur në momentin që e tërhoqa, në ato momente mua së pari më kanë rënë me skafandër në fytyrë, më kanë hedhur drejtim me spraj nga 3 anët, dhe nga ana tjetër aty kam ndier një shelm në këmbën e djathtë, pastaj një shelm tjetër dhe në fund fare kur kam kthyer kurrizin për t'u larguar sepse normalisht nuk u ndjeva mirë, jam godit në qafë, në pjesën e qafës mbrapa me skafandër gjithashtu. Ai ka qenë momenti më i vështirë sepse edhe u asfiksova dhe kam rënë pastaj në tokë dhe nuk kam qenë pa ndjenja. Kam kap këmbën e dikujt në ato momente dhe kam kërkuar ndihmë që të më gjinin një ambulancë. Ambulanca u ka vënë me sa di unë, por këto janë domethënë biseda që i kam bërë më vonë, se nuk është se kam pas informacion zyrtar për këtë. Domethënë informacion se nuk mbaja mend çka ka ndodhur. E kam ditë që jam te QSUT-ja, ndërkohë më vonë mora vesh që jam te trauma, domethënë nuk kam qenë në gjendje të mirë dhe jam godit nga ana e policisë në një mënyrë jo proporcionale, nuk kam ushtruar dhunë ndaj policisë. Dhe ajo që është më e çuditshme tani është që unë kallëzohem penalisht nga policia që kam godit për shkak detyrës forcat e rendit.